shqiptarët janë të kujdesshëm në rrobat që blejnë, e shohin etiketën, përqindjen e pambukut, leshit, firmat. Firmat po se po. Po janë pa kujdesshëm fakt kur shkojnë në raftin e marketit apo dyqanit lagjes dhe marrin një produkt pa i parë qoftë datën e skadencës. Po mandarinat, luleshtrydhet, çfarë kanë pasur, çfarë kimikatesh dhe çfarë i bëjnë organizmit? Pra, kemi dëmin në aspektin shëndetësor, po kemi dhe dëmin në aspektin e mashtrimit të konsumatorit. Akuja e kishte bllokuar, sa ministri me një urdhër e zhbllokon për të hedhur në treg. Ministri propozon, kryeministri miraton. Pas laboratorë në Shqipëri që mund ta bëjnë mirë puna. Ata të cilët vendosin vulën për produktet ushqimore, kemi të rrëzuar. Po, nga njëra anë ndrojnë drejtorat, nga njëra anë s'kemi laborator, nga njëra anë për shembull buxheti për 2025 për siguri ushqimore ishte më i ulët se 2024. Gjithë fsheja bëhet sepse një nga zëvendësministrat ka importin më të madh mandarinës. Skandali më i fundit që qarkullon për shembull është aflatoksina. Pa 2-3 fishë mbi normën e Amerikës, çka do të thotë që në fakt këtu situata ka dalë vërtet jashtë kontrollit.